Profesor, shpesh është raportuar për korrupsionin në arsim. A keni hasur në ndonjë situatë ku e keni pasur të vështirë për dhënë mësim në mënyrë të ndershme? Se përket korrupsionit, kam pasur fatin gjatë gjithë kësaj kohe që të ndjek trajnime të shumta, nga të cilat vërtet kam marrë një dije mbi korrupsionin, dhe ky element apo ky fenomen, po nuk do ta quaj fenomen, unë do të kisha thënë një sindrom, paraqet një ndër më të këqit e shoqërisë, kudo që t'jetë, në cilin do segment, në arsim në veçanti, sepse neve gjithë besojmë se arsimi është ai që do t'na vulos dijen, ai që do t'na shpije përpara, por përderisa ka elemente të tilla që nuk guxojmë t'i heshtim në asnjë moment, duhet me çdo kusht ta luftojmë deri në qelizën e fundit të saj. Korrupsioni është nga më të ndryshmet. Nuk do të thotë se vetëm duhet marrë diç në xhep apo duhet marrë diç në dorë. Ajo mund të jetë edhe natyrës tjetër, kështu që vështirë është se mund ta eliminojmë, apo e keqja është, apo më e keqja do të kisha thënë është se vështirë edhe mund ta hetojmë në sipërfaqe. Në momentin që do të shihja një situatë të tillë, unë për vete personalisht kam qenë dhe do mbetem i tharë i zërit të ngritur kundër çdo të keqi.